qytet nuk zgjohet me zhurmë, zgjohet me frymë të mbajtur, sepse çdo mëngjes disa zbresin dhe të tjerë presin. Çdo ditë e njëjta frikë. Po ti ishte aq e lehtë sa thonë. Nuk është e lehtë, po është e domosdoshme. Kam zbritur aq herë sa nuk i mbaj moment hapat. Kam bërtuar kthimin dhe ku nuk isha sigurt, sepse ky qytet mbahet me shpresë, jo me fjalë të bukura. Nëse sot hesht, mos e quajni dorëzim, quajni kujtesë. Nuk është lodër, nuk është dekor. Ajo ka mbajtur mendime, djesht dhe lutje pa zë. Kur dizet lampa e saj, dizet shpresa e një shtëpie. Na thoni të durojnë, por sa? Ne duam jetë, e jo histori. Historia ndërton nga ata që nuk ikin, dhe gjithmonë një të njëjtë që bajnë babën. Armiku nuk është mes nesh. Zbritja nuk është hap, është vendim. Nuk zbret vetëm trupi, zbret edhe mendimi. Dhe çdo hap poshtë është një lutje që kthehesh lart. Këtu poshtë mendimet bëhen të rënda, sepse këtu nuk i njeh dot. Nëse të mos kem frikë, por që të mos kem frikë kur frika ka emër, unë nuk dua të jem hero, dua të jem gjallë. Por sot kuptova se dikush pagua më shumë. Errësira nuk për te. Ajo provon, pyet kush je, sa duron, dhe kërpa përdore ku nuk she asgjë. Pse i lini të zbresit? Sepse nuk kam përgjigje tjetër. Në shkollë na tham të shkruajmë për heroj. Dhe çfarë shkrove? Shkrove për babait, për të vjetë si familja, sepse disa histori nuk mbarojnë kur. Ato jetojnë brenda nesh. Mos me lër vetëm. Nuk po largohen, por po bën kujtim. Mark, mos bëj shaka. Mos keni frikë, kjo është pjesë e rrugës. Na premtove kthimin. Ju premtova drejt. Ka heshtje që të rasi, heshtje, ka emra që nuk harrohen, edhe kur nuk thirren më. Unë nuk kam numëruar ditë, kam numëruar hapa. Forca ime ishte pritja. Nëse nuk vjen, mos më kërkoni të harroj, më lejoni të kujtoj. Kam parë shumë fytyra që nuk e kthyer. Mos më thoni se koha të shëron. Koha vetëm të mëson të jetosh me mungesën. Ne e dini, por heshtët, se sot heshtja na foli më fort se kur. Ai na la përgjithësi. Jo frikë. Kujtesa nuk është ceremoni, është veprim. Kujtesa nuk është të shkuara, është përgjegjësi, është të mos harrosh pse jeton më mirë. Ata që zbeten në errësirë nuk kërkuan lot, kërkuan kujtesë. Dhe sa i të ndicet një dritë, dikush do të jetojë sërish. Nga kjo skenë, me zemër mirënjohëse, përulemi me respekt para jush. Minatorëve të vërtetë, që me sakrificën tuaj, bani gjallë dritën e qytetit. Respekt dhe